Gjithashtu, ashtu qysh edhe ju kemi paralajmëruar në pjesën e parë, në pjesën e dytë të emisionit do ta kemi mysafirin në studio, tash më vetë se është këto përballë nesh, është Ardita rreth mirë se edhe Ardit Bytyçi që kësaj radhe vjen si kurator. Proof. E kemi kështu si mysafir të mirë edhe e duaj më shumë kur vjen, sidomos tash me frizurën e re, ju s'po mëni me pa, po keni me pa në video me frizurën e re, po duket 10 vjet më e ri. Bravo Prof. Bravo. Mirë se erdhe. Mirë se u gjeta. Kënaqësi me pasën në studio, po dukesh që e ki energjinë shumë të mirë edhe që vera është reagu mirë në ty, a është e vërtet? Po, vitamina D urit, ka marr pak ngjyrë, ky fladi që erdhi javën e kaluar na ka kënaq, kështu që ky flad. Mirë. Vish për lëvdata. Kësaj radhe ka ardhur në studio të Urban FM-s, në studion e Afternoon Delight për me diskutuar për një ekspozitë të një artistit që na për një me dojmë shumë, i kemi veprat e tij këtu në studio, është fjala për Arianit Laknën, apo i shohim këto vepra të cilat janë mbrapa teje, është një këto ana shteje e disa vepra të cilat janë prej Arianit Laknës që shihen në videot e Urban FM-it, por kësaj radhe Arianiti po vjen me një ekspozitë, ka qenë ekspozitën e fundit të tij në Gjilan, kësaj radhe po vjen me një ekspozitë në Prishtinë me një titull goxha interesant, Angelus Novus. Apo na tregon pak më shumë. Tash si gjithmonë në art mirë është me pas bashkëbisedim mes veprave ekzistuese të artit edhe veprave të reja, edhe gjithashtu mi qitë në kontekst shoqënor. Na e kena marrë këtë titull si një farë homazhi, si mja që kapelën me nderu një vepër të madhe të artit, që quhet Angelus Novus me G, do të thonë Angeli i ri nga Paul Klee. Mirë po, nisen edhe ma shumë që na ka interesuar është interpretimi që ja bën Walter Benjamin, ky është një kritik i famshëm i madh i artit, që ja bën kësaj vepre, edhe na pak a shumë e kena marrë këtë interpretim, këtë vepër edhe që kena transformu në kontekstin e veprave të Arianitit që me qenë në bashkëbisedim me këta, edhe tani me tregu qysh tani çaj interpretimi i veprave të Arianitit tani vazhdon Tutje. Tregon pak, po Angelus është ju ka lidhur shumë mirë edhe me veprat e Arianitit, të ditë që Arianiti e ka gjelin si një prej figurave të cilën e paraqet në secilën prej veprave në forma të ndryshme. Moj me thonë ka njerë edhe në forma njerëzore. E shohim gjelit, apo tregon sa është i rukon me bo bashkëdyzimin e këtyne dyjave. Do me thonë si një prej veprave kryesore që po ne gjithmonë kur fillon me bën një ekspozitë si kurator do me kalu kohë me artistin edhe tashti artisti vet i shpalos disa vepra që i pëlqejnë edhe këto e ka njënën pi veprave që quhet Zgjohu me xhelat, e ka paraqit si të parën, ka thonë kjo është si e para serisë që ja ka fillu domethënë bazë kësajna, edhe domethënë e tregon një farë xheli që pak është tukshyrë ma majtas ma djathta si me dy pamje, është tunet kështu mëngjezin e hershëm, do me thonë e ka atë farë dili i rinë si brerore, a din si ata shejt në për kisha që janë që e ka një farë si halo që i thojnë në anglisht, edhe ashtu e shkel një farë si jastakut për tacis me një fjalla. Edhe kjo, në fakt në fillim, unë zakonisht marrë shënime, boj audio, inqizim, vish mos po huqi naj sen, do me thonë, bëj kështu, mos po me diska, po zakonisht thom sene, thojna sene shumë të meqme, dhe tani haroj, qështë ke që kysa, s'ka problem, që po kena me audio. Po, do me thonë, brenda qatyne disa minutave të hershme, që ajo poza e këti gjelit ma ka quqat Angelus Novus, të Paul Klee, ma ka përkujtu, ajo është një farë, kjo është pikture viteve 1920, edhe tash qyshe interpreton Walter Benjamin, do me thonë, thot, kjo është një angel që kështu e paramendojmë angelin e historisë, kjo eseja quhet mbi konceptin e historisë, duket i brisht qyrka e majta pak qysh një grumbull i ngjarjeve, po i grumbullon si me një farë pirgu edhe kanë mju për plasë, kanë mi shku kështu për toke, edhe ky një farë fryme madhe që po vjen prej paraj se ko me marrë edhe ko me qu për para, do më thonë, shumë ja bën një farë interpretimit bukur, mirë po asnjëna pishin e senave nuk janë që aty në kornizë.
çka u të fol janë të ndodh jashtë kornizave të panelit pikturës, po që gjithashtu gjatë çati bisedimi me Arianitin, një pisanave, domethënë unë kam thonë, ndoshta kjo pikturë bën kështu të më interpretu, ndoshta kjo pikturë bën kështu më interpretu, edhe një sen që pa thon Arianiti, tash citat, ka qenë, ndoshta mos t'i japim shumë interpretimet, ja ulojna pak edhe publikut me e interpretu. Kjo është në fakt seni që dojna me bo, është me lon mi tregu publikut që mund është me imaginu çka është të ndodh përtej që aty në kornizave, çka ka ndodh ma përpara, çka ka ndodh në një të ardhme, çish ka ardhur deri aty dhe çka ka ndodh tutje. Domethënë më dhon lirinë e interpretimit, që është gjithashtu një sen që bën prap na lidh me çfarë shkrimin e Walter Benjamin, domethënë ky e bën komplet një farë interpretimi që ti thu, okay, po shoh çaj tu thon, po ti lexoj këto, po ku po ndodhin këto këtë. Ku janë? Kështu që domethënë në çat farë pikpamje, domethënë kjo jena inspiru prej kësajna, është gjithashtu si homazh, po gjithashtu i vendos këto dy vepra në bashkëbisedim me njëra tjetrën, Tash një sen është që Paul Klee 1920 edhe Walter Benjamin kur e ka shkruar këtë esen, këto kanë qenë me njerë mas luftës parë botnore, kanë qenë do kushte interesante ku ka qenë bota, po na jena normal, komplet kontekst tjetër shoqëror, komplet kontekst tjetër historik, po ka do paralele, po ka edhe sene të ndryshme. Tashti, një sen që është i përbashkët është, në qatë kohë çdo artist po thuj se çdo tash, çdo lëvizje artistike, çdo artist ka dashur me kriju një farë utopie përmes veprave të tyre të artit, kanë eksperimentuar shumë, janë mundu me kriju një farë shoqënie të re, që kam pa që prej luftës parë botnore s'ka dalë qashtu qysh gjithaj avancim shoqënor, nuk ka dhënë çat farë rezultati që kanë menu. Kështut na anën tjetër tashti, në kontekstin e Kosovës, na si demokraci e re, si shtet i ri, ton kohës jena po ma merr menja në qast proces të krijimit një farë utopie tonë, jena çka janë vlera, qysh me bo këtë vend perfekt, prej të 90-ave, prej kur kena menu për një Republikë të Kosovës, kena menu qysh me bo këtë vend si shoqëni perfekt, ose si xhenet në tokë, ose si qysh do qysh t'i referohem, edhe po ma merr menja, tash kena shtetin, po që ajo krijimi i utopis kur nuk nalet, gjithmonë jena të munu me bo ma mirë, me ndërtu. Tashti si nështa gur themel i vlerave që i paraqet Arianiti përmes figurave të gjelave, përmes qëti leitmotivi, figurave që përsëritën komas kohë në pikturat e tia, është kjo ideja e disiplinës, edhe disiplinës punës, edhe me i te i kalu ato peripecit përmes punës, edhe mos me prit prej dikujna tjetër me t'i kry punë, po vetë mi bo, vetë mi kry. Muqun më ngjas si gjeli, migro. Qashtot, muqu si gjeli, migro, me mbi sundu qatë farë jastakun e për tacis, edhe si në pikturë që ka zgjo me gjela që pak shyrë majtas dhe djathtas, po nuk është si ky Angelus Novus i Paul Klees, që tutët edhe e merr përpara fryma e paraj, se jo, ky rin edhe thot une si më trembët syni se une vish ja kon fillu me punu, kur me qatë zgjimin e hershëm. Gjell shqiptar, se që drejt punës. Një tjetër pyetje që po du me ta bu, është për veprat, se po du me dit Arianiti e nja si piktor, respektoj shumë si piktor, ka shumë vepra, është një prej piktorëve që nështë kom pa mas shumë t'i vepra të bëme prej ti, është një djallë që quhet mëngjes si një gjell për një me, edhe vazhdon me punën e ti pa unal gjatë krejt ditës, vazhdon me punën, e ka një numër shumë madh veprave. Sa kon shtirë për ty edhe për Arianitin që në bashkem me mujtë me selektu një numër të veprave të caktuar, se nuk e di sa vepra kanë më paraqit, po me bëni një farë selektimit të ati numrit veprave që më u paraqit para publikut edhe me u lom për interpretim. Shumë është me pas qasi etike punë dhe muqu për çdo mëngjes me punu është vish inspirim më marr prej asaj. Tashti, kur bëhet qysh unë kom qef me bo kurimin, tash ka persona të ndryshme bëjnë metoda të ndryshme. Unë kam qef me fol me artistin, tashti shumicën e veprave që i kena përzgjedh janë me një fjalë si pjesë që ati bashkëbisedimi që kena fol me Arianitin,
çajo kur I kom incizu edhe me audio domethënë, edhe pak a shumë janë veprat që se edhe artisti e din pak a shumë çka shkon, ndoshta më së miri ti e din çka shkon bashka. Tani pjesa e kuratorit është okej, pe marrim këto pe qesim këtu, pe marrim këto pe qesim këtu, pe ndërtojna një farë narrative përmes që tyne veprave. Tash na kena këtu një 14, 15, 6 rreth 16 vepra që kanë mu paraqit. Mirë po I kena ndohë si me thonë në 3 cikle, si në 3 akte. Fillimi, mesi, fundi, për juve që studioni eseja. që bëni tregime, ose që për juve që shujmë, akti parë, akti dytë, akti tretë. Normal. Do më thonë, qaj akti parë, ose qaj cikli parë, pe qujmë kështu si janë një 5 vepra nështë, 5 vepra, edhe quhet, e kena quajt etik pun loje, e kena etik pune, po kur mirësh me art dush me pas edhe anën e lojës, do me thonë, për me qenë kreativ dush me pas që të farë playfulness që I thojnë, Me konë ma gruvi, po, ma gruvi. Edhe kështu që qatë gruvitetin tonë, plus etikën e punës, e kena bërë si një fjalë të re etik pun loje, që është edhe punë edhe loj. Edhe kjo është, imagjinoj tash ti si akti I pari që saj utopie, jetu eksperimentu me vlera, çka janë këto vlera, çka mu fokusu, çka mos mu fokusu, edhe është çaj farë definimi që aty në vlerave. Çka është? Okej, është disiplina, duhet me qenë me pas disiplinë, po gjithashtu me pas që të venin për me lujt, me loj, e ka një vepër shumë të mirë që quhet Rubik's Cube, edhe është një personazh që është si antropomorfik I një gjel ose pul antropomorfike që duke si njeri antropomorfik me formë njerëzore I vjen, do më thonë është tu punu me një farë Rubik's Cube që unë e kom interpretu se është tu I zgjidh këto është tu ja gjetë tu e deshifru shoqërinë kosovare qysh me avancu Qysh me mujt Me dal bisti Rubikonit, qysh me dal krejt në gjyra se cilin faqen e vet po se cilin faqen e vet me ngjyrën e vet është një farë enigme how to make it. Najherë dikush punon ma shumë edhe nuk arrin shumë, dikush punon ose s'punon hiç edhe arrin shumë, qysh I arrin, kanë mënyrat e veta çfarë dijon. Po kështu që është pak është një farë enigme. Do më thonë që ajo është, tani janë disa lloj, pa më ne çdo njëna pityne pikturave vjen si një farë zbulimi, okej, duhet mu bo kështu, duhet mu bo ashtu në lidhje me çto vlera. Cikli dytë, tashmoviq I kena deshifru që ato vlera, edhe tash po I zbatojna në shoqëri, edhe në fakt e ka një vepër që më pëlqen as shumë të aty që quhet përqafimi, që janë disa figura kështu gjelave të pulave, edhe janë të e përqafu njënën pi figurave tjera, do me thonë nuk pyesin a është ndryshe, o pse është ndryshe, najsen, po e pranojnë, do me thonë që ajo është, edhe tani kjo shkon që ky afrem që ky jo mikpritje, që ky përqafim, për cilët në për piktura tjera dhe dalin vlera tjera prej saj, dhe kështu adin qysh e kena pas na liri, demokraci, pavarësi, qa kish mujt me qenë ky slogani I utopis së Arianitit, nështë kish me qenë slogan kështut, një fjalsh, përqafime. Te përqafojmë krejt këto përvoja. Qashtu gjithashtu. Edhe pjesa e tretë e qëto ciklet e treta janë me një fjalë përditshmëri utopie e kena qujt, do më thonë janë skenat përditshmërisë, mirë po prap që lidhen me këto, me aplikimin që në vlerave. Tashti, ti kur thojna utopi, thu, krejt është në rregull, I kena zgjidh krejt problemet, gjithkush është tu jetu lumtur dhe pa probleme. Në mënyrën më të mirë. Në mënyrën më të mirë është si një farë xheneti në botë, po jo. Në fakt kjo nuk është zgjidhja qysh me s'ka ardhur mos kjo utopia, po është më shumë si një farë si alete, si mjete që mundesh mi përdor që mi zgjidh çto problemet e tuja, me jetu më mirë, edhe me jetu me kriju kadal
çfarë utopin. Edhe në fakt që më pëlqen më shumë ti si një prej veprave të para, këtu në çet cikël është një që quhet zemrimi, që e ka një farë si pule, kështu si e zemrume, mirë po prap nuk dorëzohet i gran punëve, ec përpara, shpërthen, çan. Edhe çu kena vendosur aty në ekspozitë, kena vendosur dyqysh si në qoshe të murit që pak a shumë është tu e marr përpara punën edhe pak edhe kom e dal pi murit edhe kom e vazhdu anena, domethënë çashtu e kena Nuk ka lidhje sa do shprume është, ha? Jo, po domethënë pa marr parasysh dëshprimeve seneve ti viç graj punëve edhe gjithçka komu bo mirë që ka thonë ajo, I love e ka thonë baba djalit. Bëhet mirë, ha? Bëhet mirë. Hajde se bëhet mirë. Tash s'dia bëhet mirë ajo, por kjo është një prej metodave, kjo është një prej Ma në fund metodave. dikush në las di, atë se gjithë të bëhet mirë, ju tas dia bëhet mirë. Shpresojmë që bëhet mirë, po viç mundesh me bë me punë, jo me prit dikush tjetër me ta bëu mirë, po viç vet duhesh me grajt punëve, vet me çava, vet me shpërthy, tani nështë ta bëhet mirë. Po, tani nështë ta bëhet mirë. Nështë ta bëhet mirë. Arret tregom ku ka më majt ekspozita, sa është hapësira e madhe, a keni pas mundësi me eksploru, se zakonisht të vujmë për hapësira, edhe kur është hapësira pak më e vogël, e dim që nëse ka vepra pak më të mëdha në madhësi, atëherë është pak më vështirë për me i kuru edhe për me i vendos, ku është hapësira, sa ku ju ka marrë, jeni gati edhe kur është ekspozita. Po, njerë kur është ekspozita dhe ku, që kjo sa një ma kryesor në fakt, po e përsërisim edhe një në fund, është në Open Art Gallery në Prishtinë, mas mirë ti mundin me gjetë me hart, po është kështu si rrugës për Kolovic, do më thonë gjithashtu është një sen i mirë që si janë të bo art vish për në qendrës qytetit, po janë të i bo pak edhe në lagje tjera. Hapësira është shumë interesante dhe shumë e mirë, se nuk është vish kështu si një kub katror, po i ka është e përplot me skuta, kështu që një sen i mirë që ka qenë është se, po më dhe që ka qenë edhe svit, po edhe shumë janë knaqën që shka dalë, qysh me i tregu këto 3 aktet, 3 ciklet brenda një hapësine të tillë, kështu që kena eksperimentu me çato skuta që i ka, tash po më dhe e kom pas një farë sa metra katrore tripa, po tash si shumë taman edhe me metra katrore harrojnë edhe publikët, sa metra katrore, ai se di njerë sa metra katrore kam banesë. Po, do më thonë, ama është vend shumë super i lezetshëm, edhe po më duket është perfekt për zgjedhja që kena vendos veprat në hapësirë. Do më thonë, e kena bo një farë qasi për zgjedhje që nëse janë 2 vepra për ball, janë të folë me njëna tjetrën, nëse janë 2 vepra për ball kështët, edhe ato janë si bashkë bisedim me njëna tjetrën, adin, ngjajshëm si kur shkruan ose kur lexon roman, çdo paragraf me paragrafin tjetër diqysh lidhet, vish se kjo është në 3 dimensione, ki paragrafet janë në hapësirë dhe në kohë, edhe ju vetë gjithashtu tani e keni lirinë si po da, hapësirën e interpretimit. Interpretimit tani vetë mundeni me hec edhe me këqyr jashtë qasaj renditjeje, tani është edhe ma interesante, krijoni një farë narrative t'juja, që thamë në fillim, dojna edhe ju me interpretu. I lidh tash paragrafat vetë, apo kupton që po do të ndalë me shpako? Se ko ka ma interesant. Kështu që të mërkurën, që i bjen nesër, në ora 7:30, mas dite, në Open Art Gallery në Prishtinë, mas mirë t'i e gjeni pinin përmes me hart, që është në link të Instagramit. Të Open Art Galleries. Tregom sa ka me qenë, për sa periudhë ka me qenë e hapur ekspozita, edhe nesër, a ka me pas diçka të veçantë gjatë kësaj hapje? Nesër është shumë ka me qenë mirë, kena nderin me pas grupin Zwada me performu për hapje, kështu që një ekstra sen ose incentiv me ardhë nesër në hapje. Ekspozita ka me qenë hapën për 1 muaj, deri me 8 korrik, 2026. Gosht. Qa thashën e? Falë, 8 korrik dhe në 8 gosht. 8 korrik, 8 gosht. Qeshor korrik gosht gjithëm përgjithë. Nxiti. Se veç mu jam, mos tani. Dhe më thonë prej 8 korrikut deri në 8 gusht. Kështu që për 1 muaj. A ka ditë caktuar kur mundet më vizitu, orë caktuar ose diçka që ashtu, a e dina apo varet çish funksionon hapësira? Varet prej hapësirës, po mas mirë ti është gjithashtu se tash është edhe koha verës.
që mos më ullodh me shku deri atje, gjithmonë mas mirë t'jo me konfirmu, i shkruani në Instagram, ai një hapur sa për orës sa, galeris, edhe mundën më ju tregu, ose kur kish me qenë koha ma e mirë me ardhë me vizitu. Hajde kur është plat. Galeria. Mas mirë t'jo qashtu, po mënej, mu më ju dhonë orare sene, po pse jo, mas mirë t'jo konfirmoj njërë para si më ardhë. Normal. Ardhet, po më duket që ki kanë dhënë krejt informacionet, unë do na më falenderoj shumë për kohën që ke gjetur dhe që je këto në Urban FM, gjithmonë je pjesë e Urban FM-it edhe gjithmonë si thash edhe në fillim është kënaqësi me diskutu me ty. Faleminderit shumë, shihemi nesër te Angelus Novus, te Gjeli i ri, dhe në 7:30 në Open Art Gallery në Prishtinë. Faleminderit shumë.